dhe vazhdon do të thotë jetesa në këtë botë kështu derisa ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nëse keni ndonjë pyetje, do të mundohemi ato çka e dim prej fesë së Allahut subhanahu wa taala. Allahu ju shpërbleft. Allah të shpërbleft, hoxha Ergen. Amin. Ti jem shumë e mire qëllume. E nësë këti kontrollaj habibi jam komentet, unë i kam do pyetje privat si po mi të rëgojnë. Hoxha, pyetja e parë është, është një detari njofshëm, hoxha. Ne, hoxha i nderuar, dhe të muslimanët tonë ka disa persona që po e pasojnë Sheikh Rabiin si bullor dhe po bojnë fitne duke akuzu hoxhallarët tonë. Mirë. Se di është pyetja e qartë, hoxha. Rregull. Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali është prej dietarëve në Arabinë Saudite. Askush prej dietarëve nuk ka thonë që ai ka dalë nga ahli suneti. Askush prej dietarëve nuk ka thonë që ai është bidatxhi dhe është njëri i humbur. Mundet që ne të kemi mosmarrveshje apo të mos ja pranojmë kritikat e tij. Që unë personalisht mbaj qëndrimin e Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadit, një prej dietarëve të hadithit, që e ka këshilluar Sheikh Rabin, që i ka thonë mos të mirët me ato kritikat e tepërta ndaj, domethënë, njerëzve të cilët janë ahli sunneti wal jamaa. Dhe unë mbaj këtë qëndrim. Domethënë, duhet jetë mesatar njeriu rreth Sheikh Rabis. As mos të bëhet tekfir dhe mos të quhet dejjal apo mos të quhet bidatxhi dhe as mos të mirët në mënyrë fanatike çdo mendim i Sheikh Rabis. Sepse momentin kur ti e merr çdo mendim të Sheikh Rabis, ti ke bërë fanatizëm. Edhe pse ata ka njerëz të cilët janë fanatik dhe kanë bërë fitne, e di që kanë bërë fitne. Dhe normalisht ne kemi paralajmëruar ndaj çdo fitnexhiu apo ndaj çdo personi i cili i bën këto gjëra. Edhe një herë po e potencojmë. Sheikh Rabia është nga dietarët e ahli sunetit, kërkush nuk ka thonë që është bidatxhi, kërkush nuk ka thonë që ka dalë nga ahli suneti, porse në kohrat e hershme dietarët janë ndarë në 3 lloje: dietari i ashpër, dietari i mesëm dhe dietar i butë. Sheikh Rabia konsiderohet nga dietarët e ashpër, edhe e marrim dhe ja lojmë fjalët e tij, nuk bëjmë fanatizëm ndaj tij, kaq. Gjithë ata dietarë, duke filluar nga Sheikh Sulejman al-Ruhaili, Sheikh Suhemi, Sheikh Ibrahim al-Ruhaili, Sheikh nxënësat e Sheikh Albanit, e plot prej ulemave, Sheikh Rabia i ka kritikuar që unë marr prej tyre. Dhe nuk më bën kjo mua që unë mos t'ja di vlerën Sheikh Rabis. Përkundër asaj që ulemat e mi që unë marr nga ata, Sheikh Rabia i ka kritikuar. Më thonë, duhet jemi drejt. Nëse disa prej hoxhallarëve, kur ka vdek Yusuf el-Kardavi, kanë postuar dhe kanë ngritur në piedestalin më të lartë, kanë thonë dietari madh. Pse nuk e bërë edhe me Sheikh Rabin tani? A krahasohet një dietar i ahli sunetit me Yusuf el-Kardavin? Yusuf el-Kardavi e dim që ka qenë prej Ikhwanul Musliminëve. Nuk ka qenë prej selefive, apo? Ndërsa Sheikh Rabia, kërkush nuk ka thonë që ka dalë nga ahli suneti. Përkundër asaj, ne kemi parë që është lavdruar te imasi Yusuf el-Kardavi, ndërsa në anën tjetër asnjë fjalë nuk e kemi thonë që s'poku t'ju thonë xhamatit që mos e godit një dietar siç është Sheikh Rabia rahimullahu taala, po njëkohësisht edhe Yusuf el-Kardavi rahimullahu taala. Domethënë, ne çojmë mëshirë ndaj çdo muslimani përkundër devijimeve që mund t'i kanë ata. Allahu di më së miri. Allah e shpërblet. Feme hyp nalt, feme. Hoxha ka hupe kja kamera, nuk po shifesh.
Pyetja e dytë është gjë, si mund të ndodh muslimanët po hinë në debat me kuranistat dhe po i bëjnë ma shumë gjinohe se po bëjnë davet. Vllaznim, çështja e debatit me bidatxhinjet, çështja e debatit me njerëzit të cilët janë të devijuar, dikush prej selefit kanë thonë që metoda më e mirë është bojkotimi i tyre. Do më thonë, flasim kundër devimeve të tyre, po i bojkotojmë në debate. I bojkotojmë në debate shkaku që mos të japim shkas që të tjerët të devijojnë nga, do thot, nga mendimet apo devimet të tyre. Për pos, raste specifike, kur një njeri, një hoxh, apo një dietar, në çdo detaje ja u din mendimet e tyre. Dhe kur del në debat, është i fuqishëm edhe, do më thonë, e ka dhe memorin e fuqishme, dhe i ka hulumtu çdo video dhe çdo shkrim të tij, dhe ja palangjesh, si themi ne në Kosovë, përpara ftyrës gjitha ato fjalët e tij, atëherë themi den, por se jo çdo person me dal, dhe mos me ditë me debatu, dhe njerëzit me menu që e vërteta është me kuranistin. Kjo nuk bën, mos dilni vllazëni se dom bojnë, i bën islamit. I bën i dom islamit, o vllajë. Pa e ditë mirë çështjen, pa e studiu mirë personin, mos dilni në debat. Sepse dome i shkaktoni muslimanëve. I kanë kërku shef Ozonit, disa prej ekstremistëve, debat, nuk ka dal, ka bojkotu. Kush je ti? Kush je ti këtu me dal me debatu? Ti ke vija të kuqe që zgudzon me i te i kalu. Aj se ka frikë Allahun azza wa jall. Çka ti tekët flet? Pastaj debatet në për televizione, në për media që bëhen, qoftë moderatorët, qoftë të tjetë, ata nuk e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Ata flasin çka ti vjen te goja, edhe nëse bie ndesh me fenë Allahut. Ndërsa ti shiko para vitës çka ke gjatë debatit. Në një e ke frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dyta, audienca si po e merr. Si po e merr, sepse plot njerëz ka në audiencë, është mileti, është populli i thjeshtë, nuk i kupton gjërat. E treta, urtësia, kur mos me thon një fjalë të saktuar, për mos mu keq kuptu. E katërta, me di çfarë fjalë po flet, që nesër mundet me të akuzu dikush, që të kanë qef, po thëmë thojza, me të akuzu në prokuroria, apo në gjykat, apo ku e dione, për me të kapë. Do më thonë, para vetës ti i ki, 4 gjëra i ki. Dhe këto mund të mështillën ty. Për atë arsye largojni debateve. Për pos rasteve specifike që të lejohet dhe ka dobi apo hajr. Nëse në përgjithësi debatet nuk kanë pas hajr, Allahu e di më së miri. Allah e shpërblet, Hoxha. Hoxha, është edhe një pyetje. Çka është puna me disa që thojnë unë e marr ditorin nga dietarët arab, sepse hoxhallarët tonë s'po din. Kjo është luje shejtanit, mas parit ti që dënë me marë prej dietarët arab, a e din arabishtën. Nëse thuj jo nuk e di, unë e i marë përkthimet, atër ti e tu marë prej hoxhës, se hoxha po përkthem prej dietarëve. Kështu që, vetë dietarët në botën arabe, apo hoxhallarët që kanë shku në botën arabe me studiu, qaj dietari atje ja ka dhonë notën, ja ka dhonë diplomën. Kjo një lloj teskje për ty. Diploma e sotshme është një lloj teskje, se ke improvimtit e dietari aty. Ti nuk mundesh ti, subhanallah, ti po thu prej dietarëve ndërsa vetë nuk din arabisht me kuptu. Më dhënë hin YouTube, vetëm në disa faqe, ajo që ka po të servohet ty nga një talebe, që e din arabishtën, i përkthen ato video dhe ti mendon se i gjithë feja është në çato video. Kjo gabim është. Më dhënë ti e fokusu vetëm të një hoqë, prap. Sikur ta din gjuhën arabe, dhe të fokusosh tek fjalët e ulemave, tek librat të tyre, kjo është më ndryshe.
Mirë po edhe një çështje tjetër që Uthemini e potencon, thot kushdo, një fjalë të ulemave të moqëm, thot kushdo që e ka shih librin, gabimet janë më të tepër dhe më të mëdha se sa të saktat. Gabimet janë më të mëdha. Plot raste ka vllaznin. Xhamati i lexojnë disa libra, disa gjëra dhe i keq komentojnë, i keq kuptojnë. Për atë arsye duhet më konsultu me hoxhallar. Dhe këta hoxhallar që nuk i dinë ato gjëra, kontaktojnë me ulema dhe bëhen urlidhse. Kjo është lojë e shejtanit që njerëzve po ashtu edhe miletit apo muslimanëve me thonë ti je i vogël. Ti po mirësh me hoxhallar të këtij vani, edhe na me ulema po mlidhemi. Pse na ç'a po bëjmë na? Si marrim fjalë të ulemave? Keq të fjalë të ulemave janë. Në kokë veti nuk komentojmë gjëra, se si jemi muçtehida na. Për atë arsye Sheikh Abdul Qadir Al-Arnauti rahimahullahu taala i ndan muslimanët në 3 kategori. Kategoria e mukalidit, pasuesi verbër që s'denaj, veç e çon telefonin i thot selam aleikum hoxh, a është kjo halal haram? Edhe kaç. S'denaj. Me po më thon hadithi është sahih, hadithin e ka transmetuar filoni, jo është daif, jo me wudu, jo hasan, jo ku diuna, s'merr vesh. Hoxh thot veç kallzon. A lejohet apo nuk lejohet? I dyti është më të bi për cilësi argumentit, që i merr argumentet nga dietarët, që ne mundohemi me qenë për cilësi argumentit, hoxhallarët, dhe e treta është muçtehidi, alimi, dietari, që e qet përpara Kur'anin, e qet përpara Sunetin dhe i nxjerr argumentet. I nxjerr argumentet dhe pastaj i komenton argumentet. Këto argumente që ti si hoxh këtu nuk je në rangun e muçtehidit, të dietarëve. Dhe këta dietarë nuk fokusohen vetëm në Arabinë Saudite. Me bollëk në Arabinë Saudite dietarë. E sidomos Medine, fal Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj sebeb që janë mbo studentat e Medinës, ky Davet ka lulzu vllojën. Kjo është e vërtetë, kretë e pranojnë. Në gjithë botën muslimane, gjithë botën islame dhe jo islame, është si pasojë, si sebeb e talebeve të Medinës që e kanë përhap davetin e ahli sunneti wal jamaa, që e kanë përhap davetin e akidës së saktë dhe metodologjisë së saktë, duke mos i mohuar edhe vendet të tjera apo që janë të muslimanëve. Por me bëllok kemi dietar në Medinë, në Mekke apo në vendet të ndryshme, Allahu e di më së miri. Allahi të shpërbleft xha. Hoxha, pyetja e rrallë është sot kemi shumë mundësi për të marrë ditori të pastër islame, pse pra kemi hala bidate shumëta. Edhe njëra gja, sot kemi shumë mundësi për të marrë. E kuptova pyetje. Vllazni, bidati përhapet kur ka ignorancë në një edhe epsh. Edhe jo rastësisht, ulemaja pasuesve të risive, pasuesve të bidateve, që ju kanë thonë? Ju kanë thonë pasues të epshit. Pasues të hewas, epshit. Dhe më thonë, ti janë ngrit argumentin, i thu që pejgamberi sa kështu ka thonë, dietarët kështu e kanë pasu këtë hadith, a i thotë, jo, unë filon hoxhën e pasaj. Po mirë, filon hoxhën, po cilë është argumenti i filon hoxhës? Argumentin e ki me hoxhën tjetër, i cili është më i saktë në këtë pikë. A i hoxha i cili e ka komentu hadithin, apo e ka marrë të komentuar nga një dietar i caktuar, dhe ka gabu, a i arsyetot e ka Allah. A i arsyetot, nëse nuk i ka ardhë, e vërteta prej hoxhës tjetër. Mirë po, nëse ti bindësh që hadithi është i saktë, dhe mendimi yt është i dopt, vazhdon me pasu, atëherë ti e pasu si epshit. Ti po e pason epshin në këtë rast. Dhe më thonë, janë 2 pika. Ignoranca, keq kuptimi, apo i haditheve, i ajeteve, dhe e dyta është epshi. Dhe që kjo e para është ma pak e rrezikshme se sa e dyta. Sepse e dyta, ti e kupton argumentin, po nga inati, pse filoni më tha, apo prej filonit e dëgjova, thotë nuk e marr prej ti. Sa e filoni është kështu dhe kështu. Se i kanë fol, i kanë thonë kjo kështu dhe kështu, dhe nuk e merr. Dhe kjo është e rrezikshme.
Edhe urrejtjen duhet ta kemi me mas vllazni, mos ju shti urrejtja ndaj një populli, ka thënë Allah subhanahu wa taala, që të bëni të padrejt. Mos shtin urrejtja që s'është me hoxhën tënd, që mos pe pranu të vërtetën. Nuk po themi që me shku, me kërku të vërtetën nga një njeri devjuar apo nga shejtani, por nëse të vjen edhe nga shejtani du të pranosh. Mos keq kuptohet edhe një herë. Nuk po them me shku me marr dijen te shejtani, por nëse të vjen të ka ardhe vërteta, qoftë edhe prej shejtanit, duhet pranuar nëse është e vërtetë. Qysh është hadithi e Buhurerës, pe dini, për punën e shejtanit, për punën e ajetul kursis. Po kjo nuk është argument që të lejo ty me shku me marr dije prej njerëzve të devjuar. Do të me pas kujdes në këtë gjë. Jo mu argumentu me thonë që e Buhurera e mori hadithin ajetul kursin për shejtanit, pse mos më lejohet me shku më ul tek njerëzit e risiva apo njerëzit të cilët fene vetë e kanë bo të mera kanë bo duke fut bidate risi të ndryshme. Allah e di më së miri. Allah e shpërblet. Për mirë i gati komendet, unë këtë pyetje në mram të kam. Hoxha, pyetje e pestë është, a është edukat islame që xhamati ta çon gishtin nga hoxha, ta akuzon për një gabim që ka bë hoxha pa dashje? Subhanallah. Fatkeqësisht vllazni çështja e edukatës është në nivel, në përgjithësi, apo në përgjithësi është në nivel. Po ta tregoj një rast me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në betejë pas betejës e ka nda plaçkën e luftës. Plaçkë të luftës. Për dini që në Islam ka plaçkë të luftës pas betejës. Edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam e ndajti plaçkën e luftës, ja u dha pak më shumë disa muslimanëve të ri, që e kishin pranuar Islamin frikë. Edhe në anën tjetër, atyre sahabeve që ishin më të moqën pranim të Islamit, ju dha më pak. Dul një person, Dhul Khuwaisira, prej lagit të e këshyrë, po themi, apo, edhe pe këshyrë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe shiko çka pi thot. Ja Muhammed, o Muhammed, ndaj drejt. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndaj drejt o Muhammed. Sepse ai në pamjen e parë ashtu e pa, duke menduar se Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk është i drejtë. Ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam të rinjve ju dha më shumë, sepse pasuria tërheq njeriu. Dhurata e tërheq njeriu. Atëherë çfarë? Subhanallah. Ja kthej Muhamedi alayhi salatu wassalam edhe i tha, mos pas nona. Nëse unë tha nuk doj drejta, kush ka me nda, tha dikush tjetër pos me. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, thot prej shpinës ti kanë me dal njerëz që kanë me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala shumë, kanë me fal namaz, shenjat e sejdeve kanë me pas në badhë, kanë me lexu Kur'an, por se thot dalin nga Islami, që është del shigjeta, dhe më thonë te për te gjahut. Dhe djetarët kanë thonë dalin prej sunetit, dhe është për qëllim khawarijët, ekstremistët të cilët dalin nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është edukat e njerëzve, ekstremistët dhe djetarët kanë thonë, kjo mirë dhe si argument, respektin ndaj alimit. A e deni vllazni, lexoni në edukatën karshi hoxhës dhe karshi djetarit, që kond nuk ja kanë shtri djetarit për para. E lërë me mu që kifri nga Allahun. Disa kanë thonë, subhanallah, prej edukatës është që kur ta pyetësh hoxhën apo dietarin, mos mi thonë filon hoxha ka thonë kështu. Po merre mendimin e hoxhës dhe e ki mendimin e hoxhës tjetër dhe shiko cila është më e vërteta dhe pasaje. Pse pe pyet atëre? Pse pe pyet? Nëse ka thonë filon hoxha, pse pe pyet? Dhe pse unë nuk e kam problem, unë personalisht po them, nuk e di, por xhallar tjetër, po dhe xhallar tjetër, inshallah, të njëjtën gjë e kanë.
që kur thotë kum dëgju prej filan hoxhës i cili është më i madh për shembull se unë apo ndaj dietar, nuk e kam këtë problem, po themi deri në atë mos ka arrit. Bile duke dhënë ders ulemaja kanë thonë xhamatliu as ujë mos me pi për pos rasteve kur është i nevojshëm shumë. Thjesht më koni përqëndrum dije vllaja. E lërë më mi angrit ti gishtin, apo mi thonë ki frikë Allahun, apo ti kështu, apo ti ashtu, kjo nuk është edukata islame. Allah nuk është edukata islame. Dhe nuk t'i jepet dituria aty. Nuk t'i jepet dituria. Allah ju udhëzoft. Allah na udhëzoft neve mas pari, se edhe na bëjmë gabime. Pi them xhamatit, po edhe na është ta ndëni fjalë, na herë e themi, por se Allahu na fal. Amen. Allahumma. Maznia, po e mbyllim mos e u bë uranim 10. Qysh dush atë gja, sa dush rrim, sa dush muna me dalë, kur dush atë gja. Sa është problem. Edhe një pyetje pa marrëm edhe... Qynë mere, në pyetje që të në komente, femea, kina do një pyetje rrës temës? Po, alhamdulillah, pyetje ka, është një pyetje cila shtruhet pak si shpesh, mirë po titullon kështu. Çfarë na këshillon hoxha për esharit maturidit që akuzojnë dietarët tonë? Pika shkurta hoxha se ka mundësi pak, Allah shpërblet mira. Vllazni, në dianetin turk, domethënë Turqis, që në mënyrë kështu zyrtare, është medhebi Maturidi atje në akide dhe medhebi Hanefi në fik. Ata kanë libër një ilmihal apo të tyre, dy vëllime është ilmihali turqisht, se njoh edhe turqishtën, edhe e di, domethënë e kuptoj, thonë që akideja e ehli sunnetit është 3 lloje. Është selefi, është maturid eshari dhe maturidi. Ata thonë, nuk po thonë që është e vërteta, po ata të cilët janë maturidi vet e thonë që akidja është 3 lloje. Ndërsa fiku është thotë Hanefi, Shafi, Maliki dhe Hambeli. Bukur. Aty thot në akidën selefie, thot kanë qenë gjenerata e hershme. Ka qenë Ebu Bekri, Omeri, sahabet, apo kanë qenë ulemat, më hershëm kanë qenë në këtë akide. Mirë po thot, akidja e sharie dhe maturidie ka dalë pas akidës selefie. Shtrohet pyetja pse ka dalë? Ka dalë sepse me përhapjen e mu'tezilëve që i kanë dhënë logjikës përparësi para Kur'anit, apo logjikës përparësi para Kur'anit, atëherë kanë thonë një grup që akidja selefie është e pamjaftueshme mi godit mu'tezilit. Atëherë ne, zbashku me argumentet, do e fusim edhe logjikën si argument, apo edhe pse në fenë islame logjika që nuk bie ndesh me argumentin nuk ka problem, por se aq shumë është fut logjika sa që i kanë dhënë përparësi para argumentit dhe duke dashur me i kundërshtu mu'tezilit kanë gabuar edhe vet. Duke menduar se akidja selefie që kanë pas gjeneratat e hershme është e pamjaftueshme për me i godit mu'tezilit. Për atë arsye ne i shohim edhe pse edhe mes sharive dhe maturidive ka dallime, apo ne i shohim për shembull tek akidja e sharit dhe maturidite i kemi që disa cilësi i pranojnë, Kur kanë pasur debate rreth për shembull rreth cilësive të Allahut subhanahu wa taala, mu'tezilit apo sharit dhe maturidit selefit i akuzojnë dhe i thonë që ju po i përngjasoni cilësit e Allahut me cilësit e njeriut. Kështu kanë thonë. Bukur. Pse? Sepse ne themi që Allahu lartësua. Përdesa Allahu lartësua, lartësimi njeriu lartësu njësaj. Allahu ka dorë, ti po thu ka dorë, edhe njeriu ka dorë, atëherë i bie që ti po e përngjason krijuesin me krijesën. Jo, kjo është përngjasim në çka? Në emën. Përngjasimi është në emën. Bukur. E sharit dhe maturidit e pranojnë që Allahu është i gjallë. Hayat. Allahu është i gjallë. Të njëjtën argument e godasin mu'tezilit që i mohojnë krejt cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse thënë, ju po i përngjasoni me njeriu, me krijesën. Bukur, na tash i themi e sharive dhe maturidive. Hayat, jeta,
Allah jeton, është i gjallë, bukur. A është njeriu, a jeton njeriu dhe është i gjallë njeriu? Po. Njeriu vdes, i bie që Allah na rujt, i bie që dhe Allah po vdes. Çfarë përgjigje ke? Ti përngjasove atëre. Njeriu jeton, njeriu është i gjallë, Allah jeton, Allah është i gjallë. Tash çfarë ti bëjmë? Apo e shifni që të njëjtën akuzë që ju na bëni neve, e njëjta akuzë është marrë të zilve ndaj jush. Për atë arsye, ne i pranojmë që Allah subhanahu wa taala ka sy. Nuk e dim se. Po jo syt çerpekt, bimzat e syt s'po hin këto gjëra. O vllaje. Na po themi që ka sy. Po Allah ka dorë gjymtyr, s'po hin këto sene. Vllaje. Allah po thot që ka sy. Allah po thot që ka dorë. Allah po thot, apo hadithet e pejgamberit alayhis salam thuhet që me grushtin e tij ka me nxjerr njerëz prej xhehenemi, apo komën e tij të bekuar do ta vendos mbi xhehenem, si qysh tek nuk e dim. Jo po është fuqia, kish mujt me thonë, fuqia Allah subhanahu wa taala. Po e tha kom, e tha do më thonë në hadithe kom, apo në ajete sy. Kështu që, në rregullin e përgjithshëm vllazni, Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka një definicion. Thot, në rregullin e përgjithshëm, vija të trasha. Esharit dhe maturidit janë sunni kundër shiave. Kështu ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Mirë, po në rregullin specifik, në bazë, do më thonë, si grupi shpëtuar dhe pale ndihmuar, nuk hinë esharimi dhe maturidizmi. Por se hinë, akidja e Muhamedit alayhis salam dhe të sahabeve. Siç ka qenë, akidja e tyre, pashtu gjëra, sepse janë çështje të rrezikshme emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Allah shpërbleft xha. Inshallah një mirë hera qera xha. Allah i të shpërbleft që ke marrë pjesë këto ko me në legjeru. O gjë dëgjome inshallah. Vesh një pyetje që ti dini me misha e pash, o hoxhu një musliman, elhamdulillah, është gjuna që jam me një gocë krishtere, në fen islame lejohet me martu një krishtere apo jehude, përderisa është e moralshme. Nëse është e moralshme, lejohet. Përparsi i jepet muslimanës, nuk diskutohet, por se lejohet një krishtere me martu një musliman, sepse Muhamedi alayhis salam ka thënë që gruaja është në dinin e burrit, me i tregu, apo me fakte, me fakte, me argumente, që kjo fe, ne, që pasem është feja vërtet. Feja jote i ka këto dhe këto, apo këto dhe këto, nuk do në me pranu, nuk bën me dhun, me shtin në fe në islame. Ajo ka fe në vetë, edhe ti ki mu sjell mënyrën më të mirë, ki me dasht mënyrën më të mirë, jo për shkak të fesë, por se mënyrën më të mirë ki mu sjell, se ki gru. Kemi ballafaqu argumentet, kaq. Don me pranu, mirë. S'don me pranu, nuk lejohet me dhun. Thot Allahu azza jall, la ikrahe fi din. Nuk ka imponim dhun në fe. Nuk ka. Me dhun feja nuk bën. Me dhun nuk mirët feja. Kushto që ka mendu që me dhun mirët feja, jo. Nuk mirët me dhun. Allah e di mas miri. Edhe pse kena shumë pyetje na bojnë Allah xhamati, o që duhet me liru se është o gjë edhe i lodhën, ka angazhimet veta, është shella jove me ligjeratat e veta. O që Allah ish përblef e ndëgjom inshallah. Amin, amin. Selamu alaikum rahmatullahi. I lirë. Aleikum salam rahmatullahi barakatuh. Largojna o gjën, se o gjën nuk den vetë me talë. Kështu se xhamat Allah ish problem të gjithëve, për me Allah ish problem.